5 shenjat që do të kenë më shumë fat për ditën e premte 14 gusht. Shenja e parë është Virgjëresha. Hëna është në shenjën tuaj. Virgjëresha është një nga shenjat më të favorizuara të 14 gushtit, sepse hëna ndodhet në Virgjëresh. Kjo ju jep më shumë qartësi, intuit praktike dhe aftësi për të kuptuar se çfarë duhet bërë në momentin e duhur pas ditëve intensive që solli eklipsi. Ju mund të ndjeni se po riktheheni gradualisht te kontrolli. Në punë është moment shumë i mirë për të rregulluar një projekt, për të përfunduar një detyrë ose për të vendosur një sistem të ri. Në dashuri, dikush mund të vlerësoj pikërisht qetësinë dhe kujdesin tuaj. Fati sot nuk vjen nga spektakli, por nga një vendim i zgjuar që të tjerët mund ta nënvlerësojnë. Demi. Toka është në anën tuaj, Demi përfiton nga hëna në një shenjë tjetër toke që është Virgjëresha, duke krijuar një atmosferë shumë natyrale për ju. Pas ndryshimeve të forta të ditëve të fundit, sot mund të ndjeni nevojën për të stabilizuar jetën dhe për të bërë zgjedhje më praktike. Në financa, një vendim i matur mund t'ju sjellë avantazh, në punë durimi juaj mund të shpërblehet, veçanërisht nëse të tjerët po nxitojnë. Në dashuri, afërdita në peshore favorizon marrëdhëniet që ndërtohen me kujdes dhe jo me presion. Një mundësi që duket e vogël sot mund të jetë pikërisht ajo që ju sjell më shumë siguri në vazhdim. Peshorja, afërdita ju favorizon. Peshorja ka një avantazh të drejtë për drejtë sepse afërdita vazhdon të kalojë në shenjën tuaj. Kjo e bën 14 gushtin shumë interesant për dashurinë, marrëdhëniet, pamjen personale, komunikimin social dhe çdo situatë ku duhet të krijoni një përshtypje të mirë. Në punë mund të bindni dikë pa pasur nevojë të ushtroni presion, në dashuri një takim ose bisedë mund të sjellë më shumë afërsi. Për beqarët, energjia e afërditës mund të shtojë magnetizmin dhe mundësinë për një njohje. Sot fati juaj kalon përmes njerëzve dhe mënyrës elegante me të cilën dini të menaxhoni situatat. Gaforja, Marsi ju jep shtys. Marsi në Gafore vazhdon t'ju jap një shtys të fortë për të vepruar. Mund të keni më shumë energji për të mbrojtur interesat tuaja, për të nisur një projekt ose për të marrë një vendim që e keni shtyrë. Hëna në Virgjëresh ju ndihmon ta përdorni këtë energji në mënyrë më të kontrolluar dhe praktike. Në dashuri mund të bëheni më të drejtë për drejtë për atë që dëshironi, ndërsa në punë një iniciativë personale mund t'ju jap avantazh. Kujdes vetëm nga reagimet impulsive. Marsi ju jep forcën për të lëvizur përpara, ndërsa hëna ju tregon se si ta bëni këtë pa e shpërdoruar të gjithë energjinë tuaj. Dhe shigjetari është shenja e 5 më me fat. Për shigjetarin vjen një mundësi për të zgjeruar horizontin. Shigjetari hyn në listë fal mbështetjes së Jupiterit në Luan, i cili është veçanërisht domethënës për ju, pasi Jupiteri është sunduesi juaj. Kjo periudhë favorizon zgjerimin, udhëtimet, studimet, projektet krijuese dhe kontaktet me njerëz që mund t'ju hapin dyer të reja. Më 14 gusht, hëna në Virgjëresh ju kujton se një mundësi e madhe kërkon edhe organizim. Nëse keni një ide për të ardhmen, mos e lini vetëm në nivelin e ëndrrës. Në dashuri një njohje mund të vijë përmes një rrethi të ri shoqëror ose një aktiviteti jashtë rutinës. Fati juaj sot rritet sa më shumë të guxoni të mendoni për te kufive të zakonshëm.